A njëra i shqiptarë që ka zbulu asteroid? Jo. Asnjë hiqa? Unë e një. Po. Pranvera. Sa më shumë të kuptojsh universin, sa më shumë i kupton ligjet e fizikës, edhe që gjithçka funksionon, e shes se gjithçka është në vijë. NASA është e pakapshme për trunin tonë, është që avansune NASA. Është. Që është formu jeta? Nga ka ardhur jeta në tokë? A ka ardhur nga asteroidet e meteorët apo ka qenë gjithmonë këtu në tokë? Pse bëhet ditë, pse s'pena rregjet ditë, pse po bëhet natë, pse po bie shi në vjesh, po ndrohen stin, shkohë lëmsh. Shpresoj që nuk kemi ndonjë asteroid me ardhur në drejtim tonën, për çdo arsye qeveria amerikane faktikisht e ka një departament planetar mbrojtës, që dikujt ju duket hajgare, nështë? A ka zhurmë në kozmos? Po, ka zhurmë. Shka flitet për alien? Ose atje areja 51 që keni në Nevada? Unë edhe jem taku me vetë personat që kanë shkel hanë. Jem taku me Buzz Aldrinin, jem taku dhe Michael Collins. Aldrinin e kizon, po. Ato ka rrafsh, vlla, me shku në Skype, aty ku të marrën në Skype të pëstis, me këqyrë poshtë, shka she? S'pe besën ti, a? Pa ja, me më zbaj gojnë, po që të e metin gjempere në shqizaj. Jam shumë mirë. Vjetë dhe drite, do më thonë, shka i bjen që kjo, një vjetë me esë dhe për drita, që shi bjen që kjo, më s'me esë në terë. Edhe ata titullojmë sonte Pranverë në qiell, apo Pranverë në kozmos. Kom qep mi titullu emision. Që shpilojmë Pranverë në kozmos.